Më ka pëlqyer gjithmonë jeta në fshat, por më duket e vështirë për të përballuar, sepse përveç se ne që jetojmë në qytet, mund ta them këtë, vërtet duam ushqime bio. Nuk më pëlqen kjo histori, se duket sikur ne në qytet bëjmë pallariu. Ndërkohë këta të fshatit lodhen që ne të bëjmë pallariu. Ata lodhen për ne. Po lodhen për vetë tyre, sepse është një punë për cilën paguhen. E them më troc nga sa të thoja unë. Megjithatë, pas kësaj interviste ti mund të jesh një Juliet. Juliet? Me këtë do bisedojmë tani. Me Romeo është fermer, është fermeri më i njohur i rrjeteve sociale, poston shumë video. E shef fermeri me makinë, në hije, me kondicioner, me gjitha. Duke si reper, vlla, jo si fermer. Me parat që bëri sikur i gjeti, ja investimi. Ato para vërtet i kishin rënë dikujt, sepse shumë nga histori që ti tregon. Më kanë rënë mua fide, kështu që kur të kalosh Tiranë. Pse fiqo e kemrin ti? Pseudonimin. Romeo, po si ka mundësi që një video hedh ti dhe pas një dite videoja bum, shpërthen? Video, përshëndetje njërë. Përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve. Kënaqësi njërë të flas me juve. Gjithashtu dhe për ne. Videot për një orë e gjysmë, do më thënë, kalojnë virale, po shiko, njeriu që lodhet, njeriu që punon, të gjithë e duan. Atë që ecën e jetë pasaj, atë e kanë natë. Atë që duan. Sa bukur efekte. Kurse penesh nuk kanë keq, e ke parasysh. Çfarë i prish puni fshatar, le të eci ky. Atëherë, ja, le ta shohim të video që në fakt dje shpërtheu në mas, mund të na kenë dërguar mbi 10 veta. Ku ti gjen lekët. Fiqo, kush është Fiqo tani? Fiqo është thjesht një emër. Është thjesht një emër. Por, a janë këto historira që ti vërtet i dëgjon edhe i... Duhet t'je shumë i kujdesshëm. I modifikon pak, por që thelbin e kanë të vërtet. Po, kjo është e vërtet. Unë kam bërë dhe një video më përpara, do më thënë ku në hotel si leprave gjitha një kartë identiteti dhe po i thosha zotëris të vish të marrësh kartën, po nuk e kam në shtëpi, po e kam shpe në komisariat, se nuk e mbanja do të vetë kartën, se kësha frikë mëse unë basë. Okej, po të marrë në telefon, se po të shojnë në televizor. Dhe të shojmë ndërko videon, edhe pastaj kthehemi. Edhe shnare tjetrit, duhet t'je shumë i kujdesshëm. Jo të përdorësh doreza, jo, se s'të merr njeri shenja gishti, po të mos mbash sende me vete. Më kanë ardhur në hartë e më kanë marrë barin, mirë kanë pasur lop, po mirë që kanë marrë barin, po ata sot pas kanë marrë lekët e qumshit, ai duti sa ka marrë lekët e qumshit e ka arru të vjedhin e unë. Edhe i kanë lekët, ja. Ja ku i kanë rënë që më rënë të pika më rënë, edhe thot këtu, Fiqua thotë, 528 kile thotë, 282.000 lekë. Fiqo të rëndë kolera, ku shkon me lekët, more, së ti thuash gruas, more, mbaj barin tashi, se lekë ti mbaj unë. E Fiqo, hajdut. E mos i unë që në këtë tipa, Do më thënë, ti e pranohë që e hajdut. Në fund. Po shiko, do një herë, do më thënë, veme dhe ne në prarët e tjerve, po një gjemë më bëri përshtypje që shumë emri Fiqo morën telefon, edhe më thoshin, shiko, ndaje cili Fiqo është, thua emër mbi emër, se po na marrin ndihmë nga emigrimi, na thon babi çfarë ke bërë. Ile njeri më tha, pardje, më mori krushku, tha, më thot, Fiqo, mos tjetë ti, tha, se më përprove, tha. Edhe tha, cili Fiqo, thua emër mbi emër, tha, se na ndave nga njerëzit. Tha shumë, ç'keti ke, vjedhur në arati me jo. Po çfarë ke, rri qeta të ti pse, kur s'ke për zarar, ti pse të djek? Po nëse të vjen do njëri me këshu, me kartë identiteti dhe e ka emrin Fiqo, thot, në mi që ka to legët, se më kanë rënë. Do t'i ndajnë gjithë Fiqot. Do bjem dakord, ku do ka pazaret fsheta, gjysma dhe gjysma tunë. Po nese, në qofë se të ka vjedhur 282.000 lekë barë, ndoshta ka bërë blerjen pa qenë ti aty. është ndërgjeshëm. Një komentus kështu më tha, a i ka qenë njeri ndershëm, tha, i ka blerë barin, tha, po pra. Se s'ke qenë aty, tha, të kalen leket. Në qofë se ti ke pazar tjetër, pra pretendoje qikë më shumë lekë për barin, atëre shko nesër se mbase ka lënë diferencën. Po mirë bre, po puna e se u mund të kësha bërë pazari me një tjetër, mund të kësha lënë ka parë, që kështu do thot a i më prishi punë. Mirë, tashi, variantet janë shumë ta. Qëfar do thot Nishani? Nishani ka një histori disti të bukur. Këto rritën sociale në fillim kam njojtur një shok nga Kosova. 2
duke pëlqyer videot e mia në fillim, edhe unë u bëm miq, shkëmbyem dhe numrat e telefonit, komunikonim, por në emrat në TikTok s'kishte asnjëri emrin e tij, dhe unë nuk ja di një emrin. Edhe vrisja mendja, ore si t'ja shnoj emrin e tash se flisnin për ditë si shok, po si dinim emrin njëri tjetrit. O zot. Edhe e shikova një ditë me vëmendje në videot, pash kishte një nishan. Edhe ja shnova në numrin celularit, ja shnova nishani, se s'ja di një emrin. Edhe pastaj ngeli nishani dhe e vura edhe në TikTok nishani, derisa i mësova emrin. Pas 2 muaj shok i mësova emrin si e kishte. E po mirë, më mirë se vonë. Ndërkohë ti jeton në fshat, a ke menduar ndonjëherë të shkosh në një vend tjetër se lotaria s'ka shanse të dalë? Unë jetoj në Podgorje, në një fshat të Korçës. Ka menduar. Dëshirat e njerëzve janë gjithnjë të mëdha dhe të pafunde, po sipas mundësisë, po duke e parë mundësitë, mirë jemi një herë këtu. Jeni mirë. Po do një rast pse jo, po heprej jemi mirë dhe them se jam shumë mirë. Nuk ke mërzit. Të hanë katë qytetit. Jo, pra kjo nuk është e vërtet tani, se edhe këtë nuk mund na e thoni do të punoni ju ham ne, ne sigurim gjithë ngrohemi ndjellët dhe na ushqeni juve. Ngrohemi ndjellët dhe na ushqen ata. Lekët ju japim, do më ju paguajmë. Shiko, Keli, unë kam ca misa kushrin të afrit nga qyteti, që sa herë që vinë thonë, po një top djath si ta dhatë, kini, po çfarë kushton të jepni një top djath, do më çfarë kushton të jepni falas. Kurse atyre se çfarë kushton të japin 10.000 lekë, s'kur për të na bërë qefin. Këta sjellin raki me vete kur kërkojnë copën e djathtit? Këta nuk sjellin asgjë, këta na kërkojnë edhe raki bile na i duan. Atëre ndro fisin, kalot e fisi im, edhe ke për të parë që do kemi bashkëpunim goxha të. Po patjetër filloj mirë. Po me forta se duan edhe mjaltë, se nga që keni edhe mjaltin e mirë juve se e keni bio, pa ne e blem edhe në pazar thon këta kushrinte. Po juve e keni bio ndaj, po do një lek shu nga fundi jo. Se u vjen zorë të na thonë se ofendohemi neve, por na thatë që a do një lek neve prekemi. Do më thënë, këtu pastaj ka një gjë që nuk shkon, do më thënë, por ti e pas ke problemi familjar, unë mendoj që ta zgjidhësh te një tjetër program të 24 zemër e hapur quhet. Do të japim në kontaktin. Romeo! Ose merë bashkimin një orë para se të fillojmë ne në gjësë. E fika i më të butonim. Jo, kam vendosur Keli të mos japi më pa lek. Kush të kërkoj nga fisi, do t'i dhem çmimin. Një lloj si popullit thjesht. Na sill ca mostra ti provojmë. Shumë mirë do bësh. Tamam, mostra i thonë që ja 3-4 kg për kokë, domethënë dhe edhe po japim ne. Lekët i jep fiqo. Se kështu e keni, domethënë mostrën 3-4 kg, kështu e kemi se jemi të qytetit, ham shumë. Romeo, ne të falenderojmë shumë për të lidhje. Vazhdo puno fort. Dhe ne të telefonuam se si ka mundësi që u bërë viral, domethënë. Po, pra... Jo, për të në dënë pak aromë fshati. Në momentin që bëhesh viral, mos haro fillimisht me paracetamol. Po të duhet pastaj antibiotik, gjëra të sene tyre, për shkrimin e bën doktori me recetën. Doktor. Romeo, ishte kënaqësi, do takohemi... Gjithë vjet i dashur. Ose jo... Puna mbar, do takohemi, si do të ikë në provunë një gjë. Po. Ja, sa të marrim rrogat edhe po vim tek ty. Unë ju mirë pres në Korça, jo në e bukur, është vërtet e mirë, po vetëm merë një lek se ne nuk kemi lek. Po, me lek. Po dhe ti vetëm mos i hudh hormone aty ne, ha? Shiko, në do gjera bio mund të gjesh vetëm në Podgori e fshatin tim. Podgoria, sa larg është nga Korça? 6 minuta, koleg, me helikopter. Podgoria, sa larg është nga Korça? 15 minuta të ikësh normal, po duash që të mos arrish të vesh vetë edhe për 7 minuta. Jo, 15 minuta. Ma dje për 20 për e bëjmë se bëjmë muhabet me kolegun rrugës. Mirë. Romeo, faleminderit, turojmë punë të mbarë. Gjithë të mirat, Romeo. Mirë, ne do ndajemi këtu. Faleminderit dhe për sot. Nesër do vim se... Koleg, do në prisht algoritmi me këto video. 10.000 shares, afërsisht. Romeo, dhe të mendosh që Gjulieta jonë këtu, miru pafsh.